Goca, sot do ju tregoj, a i kam vetullat e bëra unë? Jo, absolutisht jo. Unë i kam vetulla natyrale. Më qëra ma beti njerë video në keni pa filtra, sepse unë nuk vë filtra në videot e mija. Vetullat i kam natyrale dhe vetullat unë i pastroj, vetëm pastrimin me dyll dhe me pe i bëj te arzuja që ndodhet në Myslimshire. Arzu estetik. Dhe shikoni, të me thonja vetulla natyrale, nuk janë as tatuazh, as ato tjera që i bëjnë të kudion, dhe i kam në këtë gjendjen këtu. Besoj se dalohen. Dhe realisht kam më shumë se 12 vite që unë shkoj të arzuja, rregullisht, sepse ato formën e vetullës ma bën ore perfekte, dhe si mos besu se që jam unë, i kam bërë një foto vetës dhe kam qute ChatGPT-a dhe i kam thonë a është maksimumi që mund të bëj një estetiste vetullat e mia, dhe ChatGPT-a më ka thonë po. Për një vetull natyrale, kjo është dhe më thonë gjendja perfekte e një vetull që mund të jetë natyrale, nuk po flasim për perfekcionizëm sepse nuk kam synim të jenë perfekte, se perfekt janë vetëm kukullat, objektet, dhe unë nuk synoj të jenë perfekte, por në kushtet e një vetulle natyrale, më ka thënë ky është maksimumi, ChatGPT-a më ka thënë që ky është maksimumi që mund të bëhet për një vetull. Dhe këtë gjën këtu e bën vetëm arzuja, arzu të falenderoj me zemër, si mi ke, dhe me thënë mi qanë gjithmonë vetullat e mia, kur shkoj të arzuja knaqem sepse dalë në dritë. Femrën e zbukurojnë vetullat dhe flokët. Mos shikoni gjendjen e flokëve tani se temperatura 50 gradë për jashtë, na janë bën kështu, na janë kanë çorrelos, na janë ngrit antenat, po nejse. Shikoni vetëm formën e vetullës. Domethënë që arzuja e bën perfekte. Nuk është reklam se i paguaj lekët, po doni shkoni pyesni arzun, ai kanë paguaj lekët apo jo. Por po ja bëj për kënaqësinë time sepse kam shumë vite që shkoj dhe realisht ma punon vetullën, ma bën ore xiz. Po ju lej tak faqen e Instagramit dhe po bëj një video nga afër që të shikoni vetullat e mia. Ju që merreni me vetulla që jeni drejt perfekcionizmit vetullave, për një vetull natyrale, ku futet vetulla ime? Lini komente, tash unë jam profesioniste, as nuk synoj të jem perfekte, por po flasim në kushtet e një vetulle natyrale. E ka bërë mirë punën e estetistja? Për ChatGPT, për mua personalisht është njëshe po ju them. Kështu që po ju lej tak faqen e Instagramit, nuk është reklame, ose arzuja s'ka nevojë për këtë reklamë, thjesht po ja bëj për kënaqësinë time. Që ju të shikoni rezultatin, nuk e kam as të lyer, as me gjel, as një gjë, domethënë është një vetull natyrale. Presni të bëj edhe video tjetër që t'ju tregoj nga afër vetullën.